Koordinatorët e grupeve parlamentare nesër përsëri do të ulen në tryez të përbashkët në përpjekje të re për të arritur marrëveshje për kodin e ri zgjedhor dhe kështu ta miratojnë zgjidhjen ligjore para afatit të ri që e caktoi Bashkimi Evropian për arritjen të edhe një hapi nga agjenda e reformave. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në brifingun e sotëm me gazetarët theksoi se ai është për votimin e diasporës, nëse shteti siguron vështetësinë e votimit. Në parim, unë jam për votimin elektronik të diasporës, madje jam që kjo të mundsohet edhe brenda vendit. Me mundësimin e votimit elektronik të diasporës, do të arrijmë parimin që çdo qytetar të ketë të drejtë vote, por nëse shteti është i gatshëm të sigurojë fshehtësinë e votimit. Duhet të ketë vullnet të mirë dhe mirëkuptim, sepse për këtë ligj nevojitet konsensusi partive dhe nuk është mirë të qëndrohet në llogore apo në vizatim vijash të kuqe. Nga LSDM thonë se Mickoski dhe VMRO-DPMN nuk kanë ndërmend të heqin dorë, siç thonë, nga manipulimet dhe keqpërdorimet e mbi 200.000 votave nga diaspora. Опасно и загрижувачки е тоа што ВМРО категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира процедурите за гласањето на диаспората. Од што се плаши власта? Ако навистина нивната цел се фер и демократски избори, тогаш зошто бегаат од механизам што обезбедува контрола, доверба и согласност меѓу сите политички чинители? Но вистината е дека нивната цел не е подобар изборен процес, туку отворење простор за изборен инженеринг и манипулација. Kryeministri Mickoski dje bëri ofertë të hapur ndaj opozitës, është i gatshëm të pranojë një njësi zgjedhore, si dhe kërkesën e Levicës për financim të shtuar të fushatës për partitë e vogla, nëse pranohet kodi zgjedhor në të cilin do të paraqehet votimi elektronik i diasporës. Nga VMRO-DPMN dhe sot me kritika ndaj opozitës se qëllimisht po e pengojnë miratimin e kodit zgjedhor. Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз се спротивставуваат на решението македонската диаспора да гласа во што поголем број. Како ВМРО-ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење nema da ja podržat nivnata politika. Për momentin është ndalur edhe puna e Komisionit për Sistem Politik, pasi u dorëzuan 13.500 amandamente nga LSDM-ja dhe Levica, për shkak se të gjitha këto amendamente duhet të përkthehen. Për tani nuk ka asnjë njoftim se kur komisioni do të mund të vazhdojë punën dhe nëse paraprakisht do të presë ndonjë marrëveshje eventuale mes partive për kodin zgjedhor.